Përshëndetje, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Unë sot do bëj një make-up për Shën Valentinin. Do jetë një make-up shumë i thjeshtë dhe shumë i bukur. Besoj se do i shkoj të gjitha vajzave që duan ta bëjnë atë make-up. E kam fiksim varsi, nuk dua që të më rri këtu. Ajo pjesa që mbërthet, dua që të rri mbrapa. Edhe kështu ktheva mbrapa. Njerëz, jam shumë e tensionuar. E dini pse? Erdhën provimet. O zota, provimet na kanë shkatëruar jetën. Gjithsesi unë do ta marr pozitivitet dhe do mundon të bëj maksimumin tim. Atëherë do vazhdoj me make-upin, si thoni. Që ja prezantoj? Ja prit. Atëherë si fillim, unë do po ju a them kështu pa ju a treguar aty se çfarë kam marr. Do përdor ngjyrat e tokës, kurse këtu do përdor një ngjyrë shumë të bukur, por nuk është ngjyrë toke, është ngjyrë trëndafili. E kuptoni vetë se ka disa lloje trëndafilash. Edhe kështu po ju a tregoj tani, sepse nuk dua që t'ju mbaj më shumë. Okay. Taram! Kjo është paleta të cilën do përdorëm sot. Është nga Guichami, Barmut quhet paleta. Kjo me trëndafila. Është një markë kineze, por që ka kopjuar Colourpop në paketim. Edhe në këto, sepse Colourpop i ka këto ngjyrat kështu. Po flas sepse ato nuk më kuptojnë se çfarë them unë në shqip, vetëm po e përkthyen. Okej. Tu ka shumë ngjyra të bukura, janë të gjitha ngjyra toke. Pas kam lënë pa fryrë njërën këtu. E kam fiksim, do t'i fryj se s'bën. Atëherë t'ju lexoj emrat me radhë. Emri i parë është Baflin, emri i dytë është Wink Wink, emri i tretë është Bartuir, emri i katërt është A Natural, emri i pestë është Pat on Hairs, emri i gjashtë është Muget Off, emri i shtatë është Lop of Lux dhe emri i tetë dhe Cocoa, emri i nëntë është Modi. Atëherë, çfarë ngjyrash do përdorum tani? Do përmbajmë të ngjyrat e tokës, por si ngjyrë neutrale do përdor Baflin. Këtu. Sepse është tamam ngjyrë neutrale. Por prisni. Ju a tregova si fillim se çfarë do përdor. Nuk doja që të përdorja paletën e Morphit, sepse është shumë e madhe dhe ma zë gjithë të sfondin këtu. Ma zë, se tash ma zë. Okej, do vazhdoj me këtë settings powder. E kam zënë keq me settings powder. Do përdor këtë fondatinën nga Bella Oggi. Është ngjyrë shumë e bukur, ngjyrë toke, ka dhe këtë. E ka vetë. Po unë e kam përdorur, e kam larë, e kam bërë. Prapë e kam bërë pis. Gjithsesi, pas ka të pasqyrë, mama mia. Më duhesh një pasqyrë. Okej. E hapim, ka këtë hapsen këtu. E disa vite ka kjo që rri këtu me mua, pothuajse 4 vjet. Ja, e kam harxhuar. Okej, vazhdoj me tjetrën, kurse si ngjyrë, si kontur me i fjalë të përdor këtë terrakotën nga Golden Rose.
është kjo këtu, është me shkëlqim. Është pak e errët për mua, por do përpiqem ta zbus pak. Nuk është se do me fjalë do ngarkoj shumë fytyrën. Do t'i vë një mas të caktuar që edhe unë mos ngjaj keq, që edhe juve mos ta merrni kështu me frikë se nuk do ju shkojë ai make-upi. Edhe kështu. Ja dhe setting powder që kisha me gojë. Është nga Million Pauline Lexi Powder, është banane. Ne janë me shije banane, edhe erën e ka banane. Një sekond. Atëherë, ku e lam ne te setting powderi, prezentova dhe këtë. Kemi dhe këto highlighterit e Huda Beauty-t. Ju a tregova herën që kaloi, nuk ka nevojë që ta hap më. Kemi këtë rimelin, prap të Hudës. Se sa herë unë do t'i nxjerr produktet e make-upit këtu, duhet se s'bën t'ju a prezantoj, që edhe juve të dini se çfarë të përdorni dhe çfarë jo. Atëherë kemi këtë lapsin e bardhë nga Davis, që do e përdor për pjesën poshtë. Furçën e make-upit këtu. Furçën e vetullave, furçën e konturit, sponçin, eyelinerit e Flormarit, edhe këtë lapsin e vetullave nga Gabrini. Dhe ëmbëlsira është për në fund të dashurit e mi. Atëherë kam një produkt të ri të cilin sapo më erdhi shtunën qef. Por jo vetëm ky, janë dhe 3 të tjerë, por do ja tregoj në një video tjetër, ku të bëj haul për Wish dhe AliExpress. Po pres që të vinë gjitha dhe atëherë do bëj haul. Do të tregoj përsëri dhe këto produktet që po bëj reklam, që po tregoj këtu te make-upi, sepse duhet që të dalë një video e gjatë edhe juve ta shikoni me shumë emocione. Atëherë është ky 24 orshi lipstick nga Huda Beauty. Është ngjyrë vishnje, pak a shumë, ose ta them si ngjyrë sheg. Au! O posa era shumë sajt, sa më dhejmë. Edhe kështu, tani do vazhdoj me pjesën e make-upit. Flokët do t'i kaloj shumë brapa. Edhe do marrë sponçin, do marrë dhe fondatinën, edhe do vazhdoj. Po më imaginati, po ngjë butrintin. E ka mu zërin, e ngjë vetëm unë, ju nuk e gjoni. Sepse nuk e lejon YouTube për ne. Kjo fondatina është shumë e çuditshme. Por e mos ikin dritat, se po të iku derën. Me mi karikimi telefonit të unë ngele pa karikim. Pse do thoni ju është e çuditshme? Sepse ky sponçi, jo, nuk e lejon sponçin që të bëj paf, sepse do lysë s'bën këto. Ju të thoni po unë da festeshëm Valentinin, nuk e di, as vet nuk e di, sepse s'kam nuk ta festoj.
dhe pse vetë. Talëm. Si për herë që kam dalur, mund të dalë me prindrit, por partner nuk kam, as nuk dua të kem jo. Ja ku dola dhe unë si ato borë të bardha, për që nuk duhet ta mbyll këtë, sepse do shikon dhe gjithkohës. Më ka bërë ky sponçi të srime pambuku. Që ne përpastrojmë. Disa prej jush mund ta kenë parë dhe e lidhur tek statusi, ose në një marrëdhënie të hapur. E kam shkruar kështu kot. Kot për qef. Se ta bëjnë gjithë, mos ta bëj dhe unë, ta provoj edhe unë herë që do me thënë kjo marrëdhënie hapur. Po kjo nuk do thot që çunat më vardisën, se po e tregoj këtë jo, s'ka sak. Nuk ka lidhje. Gjithsesi ishte një shaka pa krip kjo që thash unë, nuk ju intereson juve, ju intereson make-upi dhe kështu vazhdoj. Mos ma vini re sot sepse jam shumë kështu e përhumbur në problemet e mia. Gjithçka që thash nuk është as pak e vërtet. Ai postimi aty është diçka, por unë nuk doja të tregoj të gjitha. Po bëja shaka me ju deri tani që është i rrem, nuk është i rrem. Po kur të kem një farë shprese, një farë kështu ndonjë fejes ku ta di unë, ju ja tregoj vetë. Dhe ja them përpara se ta marrë vesh partneri. Do ja tregoj unë, nuk pa me. Se të gjithë janë kurioz për këtë pjesën. Me fjalë për blogeret që janë të lidhme apo jo. Ato nuk është se bëjnë shumë publike veten, as unë nuk po e bëj, por thjesht po bëjmë pak muhabet. Atëherë vërtet këtu. Si thot edhe Majku, sa gjuna për kë dashni. Më ra tamam këngë për pjesën e temës për punën e të dashurve. Por është partneri im, mos ta marrë për të keq atë që thashëm pak më parë. Po besoj se jo, se ai do më mirë kuptoj. Është një partner i mirë. Gjithmonë qofse ne krijohemi bashk, do kemi dhe video dhe me të, se e ka shumë qef YouTube-in, e pëlqen zakonisht fushën e artit edhe kulturës. E fjalë kush e bëjmë është një art, se make-up është art, kush di të bëj make-up është një gjë shumë e bukur, shumë e mirë, se jo të gjithë e kanë pasion make-upin, e bëjnë tek vetja, por nuk e shfaqin në rrjetet sociale ose të bëhen parukyer ose youtuber. Nuk e bëjnë. Atëherë, ku e lam ne? Si të shikoni, kam përdorur një ngjyrë tjetër këtu.
kam përdorur barë të ujër, me fjalë përdora baflin, pastaj përdora barë të ujër, pastaj do përdor një ngjyrë tjetër që t'i sfumoj të treja bashk. Nuk e di këtë përdor. Ar natyral është pak a shumë e njëjtë me barë të ujër, vetëm se barë të ujër është pak më hapur, kurse kjo është pak më errët. Unë do përdor tani Muget Off, se është pak më errët se këto tjerët. Kjo këtu. Do e marrë nga cepi i syrit edhe do iki lart. Këtu. Por që muzika mos të ngjohet shumë këtu sepse në piku derën, se YouTube nuk e pranon. Do thoni ju për që pikë falso pëse unë nuk e përdor, sepse ky look, nga që nuk është shumë i ngarkuar, edhe unë nuk po përdor që pikë falso. E bëra shumë të gjatë atë pjesën këtu. No. Atëherë, si ngjyrë kështu me fjalë varaku ose me xixa, do përdor një ngjyrë të hapur, e cila është wing to wing, është kjo këtu. Do ta marr me gisht. Edhe ta vem në mes të syrit, këtu. Mbas kësaj, do bëj penelin. Do ta bëj shumë të hollë. Këtë paletën e kam përdorur disa herë, edhe më zgjukur shumë mirë. Nuk kam pasur asnjë problem të vogël me këtë. Më ka kënaqur me ngjyrat e saj, shumë të bukura. Pas ka mbulluar goxha kjo fundatina. Atëherë do vazhdoj me pjesën poshtë, me ngjyrën barë të ujër, që t'i bëj lidhjen. Okej. Tani do vazhdoj me penelin, me flormar. Ta bëj shumë të hollë penelin, që të duket sa më bukur. What the fuck? E bëra flokun të penel. O, këto qimet se ma ishin trunin e vogël. E kam egzageruar pak shumë të pjesën këtu, do shkoj ta rregulloj pastaj në pasqyrë, para se të do t'rregoj gjithë make-upin juve.
E dini ju që ky peneli djeg? Edhe mua po m'djeg në këto momente. Sepse e bëj shumë afër syrit. Ky tjetër doli pak më mirë, kurse ky doli pak më i trash në fund. Mbarova. Do shkoj ta fshi pak këtë pjesën këtej dhe erdha. Atëherë, mbarova punë me penelin. Tani do vazhdoj me bronzer. Do marr këtë tani, këtë fuqën. Edhe të përhap në të fytyrën. Do ta lë 5 minuta të marrë dhe të pjesën këtu brenda, sa mos ta lë qiti kot. Ta lë pa këtu. Tu. 5 minuta. Kjo ka që ta hapësh edhe këtu lart, që ta hedhësh me puf, por mua s'ka mban ta hedh ashtu sepse bëhen gjithë zhul me setting powder. Por do ta lë këtë 5 minuta. Edhe do vazhdoj me vetullat. Kam bërë dhe vjet make-up për Shën Valentinin, për nuk është se m'doli gjë. Edhe pa bëj prap si vjet se ja kam marrë dorën tashmë. Kurse vjet
nuk është se ishte ambienti dur, se më ka dalë vetulla super vetull, për në pa habitëm që po shikoj e shumë. Si vjetë është ambienti dur edhe prandaj, do thonë jo çfarë vendi është. Është kuzhina e re. Kuzhina e re dhe është tamam vend për të bërë video, shikoni pak të hapësirën të mbrapa. Atëherë do vazhdoj me pjesën ku e lash këtu. Ja, e fshiu dhe këtë pjesën, që ishte shumë e ngarkuar edhe këtë lartë. Doli tamam në pa ajo pjesa që doja unë. Tani do vazhdoj me highlighterin. Do vë këtë kafen, kaprin, ta vë me gisht, sepse më pëlqen ta vë me gisht. Sepse do duket dhe më shumë, ja, ku jep dhe shkëlqimi i saj. Okej, vazhdoj me tjetrën. Tani do vazhdoj të hunda. Edhe shkëlqimi i hundës, u bë dhe kjo. E gërvishta more. E jona se nada është e jona. Në rregull njerëz, nuk bëhet kështu. Do afrohem këtu afër ta bëj. Okej, bëra. Në rregull. Është e bardhë, është thjesht sa për kështu dekor, që të duket syri pak më mirë, më i hapur. Vazhdoj me rimelin, se u bëra tërë plur setting powderi. Edhe pastaj përfundimin e dini ju. Marrë dhe buskuqin tim, e lash kastile për në fund. Se nata është e jona. Sa bukur duket, sa hishi që ka. Okej.
Okej, mbarova. Atëherë të dashurit e mi, ky ishte edhe make-up-i shumë Valentinit. Prit, ti bëj pak të flokët kështu. Më prisni pak? Make-up-in për sot. Të dashurit e mi, ju uroj një javë të mbarë dhe një muaj të mrekullueshëm dhe një Shën Valentin plot dashuri për juve. Dhe ne dëshiremi si gjithmonë në videon e radhës, kur unë të kem gjithmonë kohë për juve, që t'ju bëj dhe gjëra të tjera të bukura si puna e kësaj. Mund të bëjmë në një video për 7 marsin ose për festën e mësuesit. 7 marsi për mbledh të dyja në rregull, jemi këtu. Ose për festat e tjera në vazhdim. Dhe kështu mos harroni të bëni like, subscribe dhe follow në Instagram. Ju dua shumë të gjithë. Ju pafshim.